Nën tingujt e muzikës, më të vegjëlit e kopshtit Little Miracles ishin mbledhur për të festuar 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në përkujdesjen e edukatorëve, ata kishin përgatitur një program festiv për të shënuar këtë ditë. Të buzëqeshur e duke valvitur flamurët me duart e njoma, mrekullitë e vogla na befasuan me këngët që interpretuan plot emocion.
Ndonë se të vegjël ata dinin mjaft mirë të tregojnë se pse po festojnë sot. Ç'është ki emrin zamër? Reina Kapuska. Sa vjeti ki Reina? 3. Pse je veshti sot kaq bukur kështu? Për festën e pavarësisë. Pse jeni mbledh sot këtu me shokë e shoqe apo më tregon pak? Për pavarësitë. Cilën këngë këndut ma herët? Unë jam Shqipe ka Kosova. Urime festën e pavarësisë. Ç'është ki emrin zamër? Mulos. Sa vjeti ki Melos? 5. O, sot ka fest Kosova. Zemra tonë, o, sot ka fest Kosova. Si marrën tonë, urim e pavarësia. Çfarë ngjyre ka ky flamuri? Koq. E shqiponja çfarë ngjyre? E zes. Çfarë ngjyre janë yjet në flamurin e Kosovës? Po. E kjo harta këtu në mes çfarë ngjyre ka? E verë. E përshëndes të vësyrën urime e pavarësinë. Udhëheqësia e këtij institucioni thotë se nuk e ka as pak të vështirë të punojë me këta engjëj. Sot e kemi bërë një festë të bukur që fëmijët kanë kënduar dhe kanë bërë shumë pika për festën e 17 shkurtit. Spori dua t'i falenderoj të gjithë prindërit që gjithmonë na mbështesin, duke treguar maksimumin për fëmijët e tyre dhe për ne. Së dyti falenderoj shumë stafin e Little Miracles, të cilat nuk dalen duke punuar me fëmijët dhe duke bashkëpunuar me prindërit. Dhe së treti falenderoj engjëjt tanë, të cilët janë mrekullitë e vogla, që asnjëherë nuk na humbi mundin që ne e bëjmë. Fëmijët sot vijnë me një mesazh shumë të bukur, të cilët tregojnë që ta duam vendin tonë. Është të vështirë me punu me fëmijë apo të vështirësi me i përgatit për këtë program? Në vështirësi është pak, po kur shikojnë që këta janë ardhmja vendit, as pak për ne nuk është vështirësi. Ne e bëjmë me shumë dëshirë dhe dashuri. Atëherë dhe një orën për 17 shkurte? Të gjithë Kosovës i uroj festën e bukur të Kosovës. Pra, fëmijët e japin mesazhin më të bukur, ta duan vendin tonë dhe janë e ardhmja e këtij vendi. E njëjtë mendojnë edhe edukatorët të cilat kanë bërë një punë të mrekullueshme me këta fëmijë. E kam grup moshën 3 deri në 4 vjeçe, vështirësinë të punuarit nuk kam as pak, sepse është një kënaqësi e madhe të punosh me fëmijët, e rrethuar me fëmijët dhe me angazhimin që duhet t'i dhurojmë atyre. Cili është urimi juaj për 17 shkurt? Urimi im për 17 shkurtin është të jetë viti i suksesit, të jetë viti i angazhimeve dhe realizimit të ëndrave të fëmijëve për të ardhmen e tyre. U larguam nga ky institucion me buzëqeshje të fëmijëve në mendje, duke uruar të festojmë gjithmonë për vjetor të gëzueshëm e plot shpresë, sidomos për të ardhmen e këtyre voglushëve.